Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Ka ndërruar jetë në moshën 73 vjeçare lideri historik i Partisë Socialiste, Fatos Nano. Mesazhe ngushëllimi vijnë nga kryeministri Rama, kryetari i Partisë Demokratike Berisha, nga politikanë dhe shoqëria civile. E diela e 2 nëntorit është shpallur ditëzie kombëtare. Ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano ndërroi dje pas 24 ditësh në reanimacion. E diela e 2 nëntorit është shpallur ditëzie kombëtare pas ndarjes nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video kartolinë lamtumire për liderin historik të Partisë Socialiste Fatos Nano. Mirëmëngjes, dhe me këtë video kartolinë lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish Fatos Nano, i cili u nda nga jeta pas një lufte sfilitse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona e nga vendi i nderit në historinë e familjes tonë të madhe, u përcjell të gjithëve atyre që e patën kryetar shok e mik, ngushëllimet e mia vllazërore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur ngushëllimet familjes, miqve të dashurve të Fatos Nanos, me një postim në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta të liderit historik Fatos Nano, siç e cilëson ai, kundërshtarin politik. Sipas Berishës, Fatos Nano ishte njeriu që reformoi Partinë Socialiste dhe politikani që pranoi rotacionin e pushtetit. Gjithashtu politikanë dhe shoqëria civile kanë shprehur ngushëllimet në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Federata Shqiptare e Futbollit bën të ditur se ditën e diel, që është ditëzie kombëtare, do të shtyhen ndeshjet e të gjitha kampionateve të futbollit në vend, nga kategoria superiore e deri tek kampionatet e moshave. Fatos Nano, 73 vjeç, është themeluesi dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë së Punës, që vinte nga trashëgimia komuniste, në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetari i Partisë Socialiste nga 12 qershori i vitit 1991 e deri në vitin 2005 dhe u zgjodh 4 herë kryeministër i vendit. Njësia administrative Dushk ka festuar festën e ullirit, një traditë që promovon pasurinë bujqësore dhe kulturën e ullirit në këtë zonë. Organizime të tilla të ndihmojnë se shtojnë numrin e konsumatorëve dhe blerësve të produkteve bio, sidomos të vajit të ullirit, thon fermerët. Festa e ullirit në njësinë administrative Dushk është kthyer në një traditë që promovon pasurinë bujqësore dhe kulturën e ullirit në këtë zonë. Prodhuesit e ullirit, banorët dhe vizitorët u mlodhën bashkë për të festuar në fshatin Dushk me një panajir me prodhime vendase, koncert me muzikë, këngë valle popullore, vjersha për ullirin nga nxënësit e shkollës së bashkuar Dushk dhe degustime të vajit të freskut të ullirit organizuar nga Bashkia e Lushnjës. Ulliri për zonën tonë nuk është vetëm një pemë. Ulliri është pasuria jonë, krenaria e brezave që punojnë tokë me dashuri. Ajo është simboli jetës dhe i punës së ndershme. Kur vjesha troket, si edhe vjelin e tij. Shumë njerëz të zonës sonë përdorin mënyra tradicionale, të cilat kanë kaluar brez pas brezi. Çarçafët e bardh shtrihen në pemë, degët dhe lehtë dhe ullin bie si pika të zeza në çarçaf. Fëmijët apo midis rreshtave, mbeten në kujdes ujin të veçë dhe i vendosen nëpër shporta. Aroma ullimit të freskët përzihet merren e tokës dhe dielli i cili çon pa pushim bën që ky moment të duket si një pikturë. Ku ullit janë mbledhur dhe çarçafët zbrazur, zona mbushet me aromën e vajit të freskët. Shport pas shporti shkon në mullin dhe aty çdo kokër pret me padurim të shndrohet në një pikë të artë. Vaji që del është i shmuar, i pastër dhe tregon punën, durimin dhe dashurinë e njerëzve të zonës sonë. Shisha që mbushet me vajin e artë përfundon mbi tryezë, duke ndriçuar çdo shep të shtëpisë. Kjo dhuratë tregon pasurinë që na jep zona jonë e Myzeqes. E pranishme në këtë aktivitet ishte kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, që shoqëroi nga deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi. Organizime të tilla e ndihmojnë zonën se i shtojnë numrin e konsumatorëve dhe blerësve të produkteve bio, sidomos të vajit të ullirit, që është përfaqësimi i zonës, thon fermerët. Në rast se shiten mallat ka vlerë shumë. Ne dalim për ta shitur mallin. Kam vaj, ullinj, mjal, raki, verë që bivet dhe verë të bardhë dhe verë të kuqe. Zoni si ky paneri, vjen në ndihmë zonës? Shumë. Është zonë shumë e njohur për prodhimin e ullirit dhe për prodhimin e vajit. Ka një nga vajrat më të mirë në të gjithë Shqipërinë, nga zona nga ura e Rrogozhinës deri në dalë të Lushnjës ka vajin më të mirë në gjithë Shqipërinë. Më shumë se ndihmon është një mesazh. Nuk shohim në një mes nga ky panajër. Si vjet është shumë vit i dobët. Për shkak të modit presim 40-50% të vitit të vjeçëm. Dhe për shkak të shirave dhe ndryshimit të klimës të hershme,
është frika e infekcionit se do ketë edhe infekcion. Çka do ndikojnë në cilësinë e vajit, për më tej. E mira është që ullit filloj të vilet sa më shpejt për të shmangur infekcionin. Duke qenë se tu është një zonë që ka dhënë shumë ujë, a ndikon kjo në ekonominë të zonës? Ndikon. Shumë fermerë janë të varur nga fruti i ullirit. Aktiviteti përmbyllës në kuadër të muajit tetori roz në Fier u zhvillua tek materniteti i Fierit. Aty ku lind jeta po shpërndaj mesazhe sensibilizuese për ta mbrojtur atë, thanë të pranishmit në këtë aktivitet. Aty ku lind jeta, materniteti i Fierit ishte simbolika e aktivitetit përmbyllës në kuadër të muajit të tetorit të roz. Përmbyllën me sukses fushatën sensibilizuese kundër kancerit të gjirit në të gjithë qarkun e Fierit. Ka pohuar mjekja onkologe Anisa Mone, por një muaj nuk mjafton. Tani kjo është një sëmundje që nuk prek vetëm grup moshën 50-70 vjeçe, por edhe femra në moshë më të re e madje edhe meshkuj, ka thënë Mone, ndaj kjo vë theksin në rëndësinë e ekzaminimeve depistuese në mënyrë që sëmundja të kapet në faza fillestare. Tetori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në fakt sot jemi në fund të muajit dhe përgjatë gjithë muajit tetor ne realizuam fushata ndërgjegjësuese në të gjithë qarkun e Fierit. E mira e këtyre fushatave është sepse rrisin ndërgjegjësimin tek të gjithë pacientët, të cilat vinë për të kryer kontrollet i ekzaminimet depistuese, mamografin dhe ekografin. Vetëm një muaj nuk mjafton. Spitali Rajonal i Fierit përgjatë gjithë vitit ofron shërbimin e mamografisë dhe të ekografisë falas nëpërmjet sistemit të referimit nga mjeku i familjes. Fatkeqësisht, nëse kanceri i gjirit dikur njëjtë si sëmundja e moshës 50 deri në 70 vjeç, tani vëmë edhe një rritje të numrit të rasteve në moshat e reja, gjithashtu në një numër të vogël edhe tek meshkujt. Kjo vë theksin dhe rëndësinë e kryerjes së ekzaminimeve depistuese, që sëmundja të kapet në fazat e hershme, kur dhe mundësia për të shëruar nga kjo sëmundje është shumë e lartë. Se do të ishte aktivitetin e Fierit. Ky është një godinë simbolike ku lind jeta dhe normalisht më shumë se sa këtu nuk mund të jepni një mesazh përmbyllës dhe sensibilizues që çdo ditë vlen, çdo ditë ne duhet kujdesemi për jetën tonë. Edhe te gratë shtatzana dhe te gratë në gjithëdhënie duhet kryejnë kontrolle periodike. Gratë në gjithëdhënie fatkeqësisht nuk janë më të mbrojtura nga kanceri i gjirit, madje risku për të zhvilluar sëmundje dhe sidomos agresive shumë i lartë brenda 5 deri në 10 viteve të para pas lindjes. Prandaj të gjitha gratë dhe vajzat duhet të kryejnë kontrolle të rregullta. E ku ka më bukur se sa zhvillimi i kësaj fushate sensibilizuese në vendin ku lind dhe fillon jeta, ka thënë në fjalën e saj përshëndetëse deputetja e qarkut Fier, Antoneta Dhima, teksa ka theksuar se çdo ditë e vitit duhet të jetë roz. Kemi zhvilluar takime jo vetëm në qarkun e Fierit, por edhe përtej qarkut të Fierit, për të sensibilizuar të gjitha gratë në këtë muaj të rëndësishëm të tetorit, që nuk duhet të jetë vetëm thjesht tetori, sepse çdo ditë e vitit është roz. Dhe ku ka më bukur se në maternitetin e Fierit, në vendin ku nis dhe fillon jeta, ne të zhvillojmë të fushat sensibilizimi të kancerit të gjirit. E tha pak doktoresha që shumë kush nga ju ka një histori familjare, shumë kush nga ju ka një mik, një shok, sepse kjo lloj sëmundje nuk është vetëm te gra, ka patur raste që kjo sëmundje prek edhe meshkujt dhe nga viti në vit numri është rritur, jo për shkak se më përpara nuk ka qenë, por për faktin se edhe infrastruktura është përmirësuar për diagnostifikimin në kohë të kësaj sëmundje dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe gratë vetë kontrollohen dhe njëkohësisht kontrollohen në institucionet përveç edhe spitaleve rajonale. Gjatë gjithë muajit tetor në Fier u zhvilluan aktivitete ndërgjegjësuese, këshillime dhe vizita falas, duke apeluar fuqishëm te kujdesi, ndërgjegjësimi dhe kontrolli i rregullt që shpëtojnë në jetë. U merrte shumë parash pacientëve për të kryer eko. Vjet në pranga mjeku imazherist në Spitalin Rajonal Fier. Në banesë u gjetën shuma të konsiderueshme parash. Mjeku imazherist në Spitalin Rajonal Fier vjet në pranga, pasi u merrte shumë parash pacientëve për të kryer ekot.
Si rezultati i administrimit të menjëhershëm të informacioneve se mjeku i imazherisë në Spitalin e Fierit ju merrte para pacientëve për të kryer ekot, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, në bashkëpunim me prokurorin Fier, organizuan pas 4 muaj hetime operacionin policor të koduar Imazheria, ku arrestuan në flagrancë shtetasin GT 66 vjeç banues në Fier me detyrë mjek imazherisë në Spitalin Rajonal Fier. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Gjithashtu ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Për këtë rast, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka regjistruar procedimin penal numër 929 datë 01/07/2025 për veprën penale të dyshuar shpërdorimi i detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u sekuestrua si provë materiale shuma e lekëve që 66 vjeçari mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si dhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që u gjetën gjatë kontrollit të banesës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Halloweeni është festuar mbrëm nga fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve me një aktivitet ku binin në sy kostumet e veçanta që fëmijët kishin zgjedhur për këtë ditë. Halloween apo nata e shtrigave më 31 tetor, një festë tradicionale në Evropë dhe Amerikë, festohet prej shumë vitesh edhe në Shqipëri. Halloween do të thotë sipas keltëve, nata e gjithë shenjtorëve. Në këtë ditë njerëzit maskohen gëdhendin kunguj simbolik kësaj feste, zbukurojnë shtëpitë dhe shkojnë në çdo shtëpi për të kërkuar ëmbëlsira dhe shikojnë filma të frikshëm. Ata që e festojnë më shumë këtë natë janë fëmijët që u pëlqen të maskohen me kostume të ndryshme, zakonisht të personazheve të tyre të preferuar. Fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve organizuan mbrëmjen e djeshme një festë të bukur, ku në sy të binin kostumet shumë lloj që ata kishin veshur. Fëmijët bën edhe një sfilat për treguar kostumet e tyre të veçanta. Sipas psikologëve, edhe pse duket si festë e frikshme, Halloween është pozitiv për fëmijët, sepse i ndihmon ata të bëjnë të fortin dhe trimin, i ndihmon ata të rriten duke thyer për një natë disa rregulla të vendosura nga të rriturit. Gjithashtu, Halloween zhvillon imagjinatën dhe anën krijuese të fëmijëve. Qeveria aktuale e Kosovës ka miratuar dje buxhetin 2026. Paga minimale do të rritet 500 euro, do të rriten edhe pensionet. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2026. Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se buxheti i vitit 2026 do të jetë 4 miliardë euro. Në mbledhjen e qeverisë të premten, Kurti tha se buxheti parasheh edhe pagën e 13 për sektorin publik dhe po ashtu dhe rritjen e pensioneve të pleqërisë nga 120 në 150 euro. Siç kemi premtuar, po i rrisim pensionet, pensioni bazik i moshës nga 120 euro sa është aktualisht, do të bëhet 150 euro, dhe kjo nënkupton që 200.000 pensionistë në Kosovë do të përfitojnë nga kjo rritje substanciale. Të premten qeveria në detyrë e Kosovës rriti edhe pagën minimale në 500 euro në muaj. Ne e bën 264, ne e bën 350 dhe sot morëm vendimin për 425 euro, pagë minimale nga 1 janar 2026, ndërkaq 500 euro nga një korriku i vitit 2026. Buxheti i vitit 2026 parasheh rritje prej 50% të shtesave për fëmijë, shtesa për lehona, mbështetje për familjet me asistencë sociale. Pas miratimit në qeveri, projekt buxheti duhet të miratohet në Kuvendin e Kosovës, që në këtë pikë nuk mund të kalojë për shkak të mungesës së trupave parlamentare. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet, në website-in 4plus media.tv. Fundjavë të këndshme.